Mirëmëngjes Shqipëri. Flasim sot një parashikim ku ndikohen shumë gjëra, pozitiviteti dhe arsyeja pse dita e sotme nga dreka është ndryshe nga ditët e tjera. Si ditë e premte është ditë e afërditës, por kemi të bëjmë sepse hëna në shenjën e Virgjëreshës do të thotë duke pasur parasysh një gjashtkëndësh që bën me diellin akrep, që është një kënd shumë pozitiv, se sigurisht hëna në ndikimin e madh ku guvernatori është Mërkuri, si në Virgjëresh apo dhe në Binjak, ku jep mundësi, rëndësi në çështje të mëdha që kemi. Kemi çështje nga më të ndryshmet, por ajo që është kryesorja është bisedimet dhe çështjet e rëndësishme momentale. Momentale do thotë tani bëj një takim dhe mund të gjej zgjidhje në problematika të ndryshme dhe jo vetëm. Ajo çka do duket pikërisht në këtë ditë, duket se ajo komunikimi, udhëtimet, transanksionet janë në fazë të mirë, do ta thosha, sepse është bërë një gabim dikur ndrejqet përsa i përket ditës së sotme, prandaj shikojeni me përparësi se ka për t'ja vlejtur ajo që ka juve doni të bëni të realizoni, qoftë në biznes, qoftë në udhëtime, apo bisedime të rëndësisë veçantë. Por që të fillojmë me dy shenja zodiakale, le të hedhim një sy busullës çfarë na tregon dhe çfarë duhet të pas kujdes. Kemi këtu ndikimin që, siç e tham, po të shikojmë hëna në Virgjëresh, ku na jep mundësinë dhe çështjet e rëndësishme që ka të bëjnë për ditën e sotme, sidomos në lidhje me bankat, lidhje me takimet dhe bisedimet, por mos harrojmë se mes qiellori ndodhet në Virgjëresh dhe ndikime dhe komunikime të mëdha. Por kemi në anën tjetër, kemi mes qiellorin që na jep mundësi, rëndësi në çështje të mëdha që do thot puna, do thot karriera, do thot vendimet në shitjetar. Por Mërkuri në anën tjetër ka edhe një lajm shumë të mirë, sepse edhe pse në retrograd dhe thot mbyll çështjet e së kaluarës. Çështjet e së kaluarës që flasim që është në 2024 në janar dhe vazhdimësia. Kemi në anën tjetër, po të shikojmë në gafore, kemi Jupiterin që është në retrograd, por na jep mundësinë për të zgjidhur çështje problematike. Jo kaq, por dhe Plutoni në anën tjetër na jep mundësi për pasuritë palujshme të bisedojmë në lidhje me kadastrat, në lidhje me gjërat e kësaj natyre, dhe është një mundësi shumë e mirë. Po të shikojmë ndikimet më të mëdha që kanë bëjnë për ditën e sotme, që ka mundësi dhe kohë të mirë, është Virgjëresha, Shigjetari dhe ujori i 10 ditësh të tretë, kur mundësit janë shumë të mëdha për të arritur në maksimumin e duhur, përsa i përket punës, përsa i përket karrierës dhe jo vetëm. Ajo që do të kemi pak vëmendjen është që të mos nxitohemi në çështjet e bankave. Mund bisedojmë me banka nëse do duhet një kredi biznesit, është mjaft pozitive sepse na ndihmon shumë në lidhje me këto çështje. Kjo na vjen në ndihmë Plutoni dhe hëna që është në Virgjëresh, ku mundësitë dhe koha e duhur që neve të rregullojmë. Gjatë gjithë ditës do jetë hëna në Virgjëresh dhe ndikimet që ka të bëjnë dhe mundësitë që jepen, pastaj është dhe momenti ku një udhëtim ose një lajm mund të merret nga dreka, por është pozitive për juve të shenjës së Virgjëreshës, ku mundësitë janë të mëdha. Gjithashtu kemi edhe një ndikim shumë të mirë tek Akrepi, ku do flitet shumë për një çështje pune që kam thënë dhe dje dhe pardje, por dita e sotme, dita e fundit, do të merrni vendime. Por këto vendime keni kujdes, mos mund nxitoni, vetëm mund të dëgjoni më tepër dhe të shikoni a ja vlen ajo që do të ndoni të bëni, sepse është një burim të ardhës të dyta për juve të Akrep të dashur, prandaj shikojeni dhe vini veshin. Tani, do t'i hedhim një sy tani 12 zodiakale dhe pak më gjërësisht në çështjet e juaja. Tani, kemi të bëjmë, fillojmë me shenjën e parë, me shenjën e zjarrt dhe të mundësive të arta që ka të bëjmë, do të thotë shenja e Dashit. Për ju të shenjës e Dashit, me qenë se keni mundësinë dhe çështjet rëndësishme për të rregulluar, stabilizuar në anën tuaj, por gjithashtu ka diçka mjaft pozitive për ditën e sotme, sepse një trekëndësh që bën Marsi me Mërkurin dhe ndryshimi që ka të bëjnë, është një ditë që vërtet na jep mundësinë dhe çështjet rëndësishme që neve mund të zgjidhim nga dreka, është në momentin më i mirë i mundshëm, prandaj bini pas, mos e lini pas dore, sepse është një anë e mirë, një anë pozitive dhe mjaft ideale në çdo aspekt. Por gjithashtu ka të bëjnë në një udhëtim që do të bëni nga dita e sotme, nëse keni da menjen që doni të realizoni një plan shumë të rëndësishëm, bëjeni, por në bas orës 13 është një orë shumë e mirë dhe vazhdimësia duket e mbarë. Në çështjet shpirtërore, edhe pse keni pasur disa çështje problematike të vogla me peshoren, por mos harrojmë sepse peshorja mendon, gjykon, vepron. Nuk është mendon, vepron, por gjykon. Dhe kjo do të thotë që duhet pasur shumë kujdes në bisedimet që do të bëni, prandaj bini pas, mos e lini pas dore. Vijojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek shenja e Demit, një shenjë, po kjo do të thotë që vërtet juve i keni mundësitë i shenjës së Demit, por meqense ka të bëjnë si shenjë dhe hëna në Virgjëresh
dhe virgjeshja i përket shenjës së tokës, unë do t'ju thosha që juve edhe pse jeni nevrikosur nga dje mbas dite, për një çështje që vërtet vlen për të theksuar në lidhje me punën tuaj, me të drejtën tuaj, por kjo e drejtë nuk humbet. Mos e keni merak fare, duke pasur parasysh kjo periudhë që është tani, nga dita e sotme, do kemi mundësinë për të zgjidhur çështjet nga më të vështira të qenë ndonjëherë, si në lidhje me punën tuaj, lidhje me karrierën, por do bën edhe bisedime që mund të kenë disa kontradikta, me punën me persona të ndryshëm që keni aty, sepse keni bërë nder dhe keni gjetë nder, por unë ju thoshe që prisni pak, mos mund zitoni në vendime që merrni. Mund të dëgjoni, po, është momenti dhe koha, mjaft e mirë dhe disa para të papritura që i keni të harruara, nuk i merrni para 2-3 muajve, por vjen momenti një telefonat do t'ju gëzoj, sepse janë parat e juaja, është djersa juaj, dhe të tjerë se marrin dot, dhe kjo do të thotë ndikim, do të thotë favorizim në këtë aspekt. Dashuria, duket se me akrep, sa do kokfort, sa do vështirë, por është e realizueshme. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë ajri, që do thotë shenja e binjakëve. Përsa përket binjakëve, me këse binjakët duket se tani në këtë periudhë kanë pasur, kanë disa planet të tyre, por janë plane afatgjatë, do thosha unë. Por binjakët dashur mos mu shqetësoni fare, sepse çdo gjë që juve mendoni, gjykoni është në anën tuaj. Edhe pse debatet që bëhen në familje, debatet që bëhen në fushat të ndryshme të punës suaj, por bëhet për të mirën e familjes, për të mirën tuaj, dhe kjo është diçka shumë pozitive, sepse jeni në vend e drejta kudo që ndodhet, si në punë, si në dashuri, si në udhëtime e kudo. Është momenti më i mirë i mundshëm, por do t'ju thosha pak binjakëve që janë në kërkim të një lidhjeje dhe një mundësie të artja ta kanë, dita e sotme ofron jashtëmase dhe surprizat të mëdha. Prandaj bini pas dhe shikojeni, një shoqëri që jeni pasur dikur dhe jeni shkëputur për një arsye apo për tjetrën, është momenti i duhur për të nisur një lidhje të re, dhe kjo duket se 10 ditë që i tret e ka një mundësi të tillë dhe mund ta realizojë. Sidomos lidhjet me ujor të 10 ditë që të parë, peshore të 10 ditë që të tretë, kanë ndikime favorite, prandaj bini pas, sepse diçka ndodh sot dhe është momenti më i mirë i mundshëm për ta stabilizuar dhe rregulluar gjërat. Vjojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e gaforeve. Kemi thënë sepse gaforet janë të vështira si tip, por janë shumë të mira në fushën e punës. Mund të flasin çdo gjë, mund të flasin kundra jush, prapa krave, prapa skena, nga më të ndryshmet, por atë që nuk mund ta mohojnë, do thotë janë të punës. Nuk kemi çfarë themi aty, sepse kanë më të kollaj të shpifin ose të gjëra të kësaj natyre, por në lidhje me punën është diçka që është e dukshme. Ato të padukshme e di dikush tjetër. Kështu që mos e vrisni mendjen ju për gjëra të tilla, sepse keni të bëni shumë me punën aktuale dhe një diçka që do t'ju ofrohet, por këtu shikojeni pak sepse guvernatori juaj, kjo është Hana, ndodhet në shenjën e Virgjëreshës, ndodhet në një shenjë toke, por sa është garancia ose ndikimi më i madh që unë duhet nis një diçka sot, atëherë po, sepse ndikimi që Hana që ndodhet në këtë shenjë, në Virgjëresh, por juve që i përkisni shenjës së ujit, ka ndikim shumë të mirë. Ndash në punë, ndash në dashuri. Por në dashuri, me qenë se juve keni debate shumë të mëdha me Britsjapin, rregulloni pak ambasadat, mos e lini kështu, domethënë pa ambasadat se kërcet lufta pastaj. Mirë është që ti rregulloni, sepse keni disa ditë që mundoheni shumë, e drejta drejtësi nuk ka lumë që ka, po nga ana tjetër mos harrojmë sepse Britsjapet janë shejtoke. Prandaj mund të ndikoheni dhe e keni mundësinë për të biseduar sot dhe t'i jepni fund grindjeve dhe debateve. Kurse një lidhje ose bashkim familjar duket se ka të bëjnë gafore peshk, diçka mjaft pozitive dhe do ta shikoni edhe vetë se është koha më e mirë dhe tepër pozitive. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë zjarri ku shumë gjëra ndryshojnë në momentin e dur, në kohën e dur dhe mjaft të respektuar, që do thotë shenja e luanëve. Luanët tani kanë kohën, kanë momentin, kanë periudhën e tyre mjaft të mirë dhe tepër pozitive. Po pse periudhën dje ku ishin, pardje, muajin që lan pas? Jo, nga tani, nga sot, sepse shumë planete që ndikohen dhe ndryshime që kanë, është momenti më i mirë i mundshëm tani për të marrë vendime të rëndësishme. Qoftë për të bërë lëvizjen e duhur se do të shkoni diku, ose për marrjen e një leje, a është biznesi, a është përsa për këtë pasurit paluajtshme për të ndërtuar shumë gjëra të tjera, luanët e kanë një gjë të tillë sepse do arrisin atë që ata kërkojnë.
Gjithashtu, një problem i vogël që keni pasur në fushën e punës suaj, por kjo duket se tani është momenti dhe periudha më e mirë e mundshme për të bërë bisedime të rëndësishme. Ora më e mirë për juve të shenjës së Luanit për ditën e sotme, si fundjavë do ta thosha unë, sepse kemi përpara ditën e shtunë, ditën e diel, për të gjitha gjërat që bën, është kohë mjaft pozitive. Gjithashtu ka të bëjë me një ndikim shumë të mirë në lidhje me një çështje dashurie që e lën përgjysëm e shkëputur për arsye largësie ose për arsye komunikimi, por do thotë që ka të bëjnë me ujor të 10 ditë të parë dhe me binjak të 10 ditë të tretë. Prandaj bini pas sepse ka të bëjnë diçka shumë të mirë dhe jo problem. Do vijojmë tek shenja tjetër tani, tek shenja e ndikimit, e favorizimit, e mundësive të mira që do të thotë shenja e virgjëreshës. Virgjëreshës, siç e tham në fillim të emisionit, tek busolla astrologjike që tregon që juve keni dy mundësi të arta. Mbajeni sekret këtë, sepse kur doni të bisedoni për disa gjëra që juve keni në shpirt dhe nuk mund ta shfaqni dot për një arsye apo për tjetrën, qoftë kjo që është sekret, nëse është ka të bëjë me ekonominë, nuk flasim, nuk ekspozohemi, por i drejtohemi personit që kemi çështjen pa zgjidhur, dhe kjo është e mirë dhe shumë pozitive. Mund të bëni një bisedë me mesazh dhe jo me telefon. Mund të dërgoni një mesazh sepse mesazhi ngelet dhe kjo do të thotë që interesimi, momenti, mundësia e keni miqtë e mi, zgjidheni një orë e më përpara. Sepse në skandalet që ka bëjnë, sepse mua e kemi thënë, kjo nuk është diçka e fshehur, por është gjithçka që ndodhin nganjëherë në momente të papritura, mund të arrihet, por nganjëherë kur themi që neve nisim, bëjmë një nisim shumë të vështirë, rrezikojmë për të fitojmë. Por nuk është puna të rrezikojmë tani, sepse tani është koha e veprimeve dhe mençurisë, nuk është e forcës, sepse forca nuk hyn punë fare, përveç mençurisë që është ajo që neve dim instuita jon ku do të shkojmë dhe çfarë do të bëjmë. A është mëse mundur dhe koha më pozitivja është të mos flasim shumë, por të dëgjojmë shumë. Dhe kjo na ndihmon shumë për të ecur përpara dhe për të marrë disa sekrete që ne e dimë dhe vetë, por duhet që të jemi më të kujdesshëm, të vëmendshëm në ato që kemi kërkojmë dhe duam të arrijmë. Dhe i arrijmë me sukses. Në çështjet që ka të bëjnë për juve të kësaj shenje, duket se në lidhje me hënën në shenjën tuaj, që ju jepi mundësi në lidhje me bisedime, ose keni një borxh në lidhje me tatimet, në lidhje me bankat, në lidhje me këto gjëra, do të shikoni që do gjeni zgjidhje në mënyrë të papritur. Deri dje keni qenë që është e pamundur, duhet gjithë direkt deri duhet ta mbyllin filan datë orë, ku diun. Por jo, sot është ndryshe. Dhe shikoni dhe më kujtoni, ka diçka shumë të mirë. Në fushën e dashurisë, edhe pse keni një lidhje do të thosha stabilizuar me peshk, por edhe pse disa grindje nga persona të tretë, kjo mund të jetë familjeve ose diçka tjetër, pak rëndësi ka. Rëndësi ka që ju jeni mirë me njëri tjetrin dhe njëri që keni përballë ju shfaqet dhe juve e thoni me të drejtën tuaj atë që juve ndjeni dhe anë edhe pala tjetër, gjithashtu mund të bëhen bisedime me familjet e juaja që të ulen disi nervat dhe të vazhdoni përpara. Është momenti dhe mundësia më e mirë e mundshme për juve të kësaj shenje. Vijojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek shenja e peshoreve. Për peshoret, me kesa peshoret të duket se kanë momentin dhe mundësinë e artë në lidhje me takimet dhe vendimet, por peshoret e dashur do të themi diçka, të 10 ditë që të tretë sidomos. Për ditën e sotme dhe nesër pas nesër, juve që keni për çështje dokumentacioni, nëse bëhet fjalë për jashtë, është një mundësi shumë e mirë tani për të parë dhe për të bërë një telefonat. Juve keni në diasporë mund të flisni me personin e ligjit ose diçka që ju e keni, sepse është një moment shumë i mirë për ditën e sotme, është dita e afërditës, dita e premte, ku ju jep mundësi dhe kohë. Ndodh që mbas orës 8 ka ndikime shumë dina, sepse ora tani shënon 7:50 minuta, por në 8:01 çereke tutje dhe shikoni dhe vetë, pastaj do thoni, në 8 nuk kanë hapur institucionet më Jorgo, si ta bëjmë? Jo, përgatituni juve, nuk është puna se do hapen dhe sot ditë sot me ditë pune. Kështu që jeni të përgatitur, unë prandaj ju a them. Në çështjet që kanë të bëjnë në anën shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me ujor dhe me luan janë të mbara, por gjithashtu, për juve të peshores, për problemet që keni, për dokumentet që keni, duhet të trokisni dhe të bisedoni, sepse do zgjidhet një diçka që nuk ka merr mendja. Do vijojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë uji që do të thotë akrepët. Gabimisht, rastësisht, mundësisht, vendimet dhe ndryshimet që juve i keni në këto gjëra, është një mundësi e mirë tani, sepse akrepët që notojnë në ujërat të vështira, të rrëmbyeshëm dhe oqeane që nuk ka dritë, do të thotë që atje do ndriçoni. Ajo do të thotë pasuri e paluajtshme. Një moment mjaft i mirë ditë e sotme ku gjithsesi kjo periudhë është një periudhë që jep mundësi, rëndësi në atë që neve duam të përqojmë në ekonomi, në dashuri,
në udhëtime dhe jo vetëm. Një gëzim shumë i madh familjar që ndodh të juve të shenjës së akrepit dhe diçka të dytë. Kjo do të thotë nga një çështje ligjore, nga një çështje penale ose diçka kësaj natyre jashtë Shqipërisë. Në Shqipëri do gëzoni në familje, është diçka shumë e madhe dhe kjo është diçka shumë konkrete në atë që juve doni të bëni dhe keni mund të shikoni dhe disa gjëra të tjera ekonomike, sepse është koha juaj, është momenti më i mirë i mundshëm në çështje shpirtërore, edhe pse një ndarje që keni pasur të dhimbshme me dem ose me peshk, duke se dita e sotme është dita e dashurisë, lumturisë dhe e vullnetit të mirë për të bashkuar dhe për të shkuar në altar. Po, është e mundur, pse jo mund të realizohet me sukses. Do vijojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek shenja e shigjetarëve, me qëse shigjetarët duket se tani në pamjet parë, në fakt shigjetarët janë paksa ndikimet ekonomike, janë pak gjurifuri themun, sepse lëvizin, marrin, japin, bëjnë njërën tjetër, por janë shumë të dashur. Kanë dashurinë në shpirtin e tyre dhe kanë intuitën shumë të zhvilluar. Dhe kjo do të thotë që kuptojnë shumë në çështje çfarë duhet të bëjnë dhe ku duhet të shkojnë. Edhe pse debate, edhe pse nuk janë të debatit shigjetarët. Shigjetarët janë të komunikimit dhe janë të stabilizimit, edhe pse quhen shenja të lëvizshme. Punë e madhe. Po ta shikoni në plan parë, ju e keni vojtur vetë në Korriz, kështu që nuk ka lidhje kjo, që lëviz kjo, bëhet kjo, apo sa jo, që mos i themi shumë gjëra në lidhje me çështjet që janë, nuk kanë lidhje me realitetin. Realiteti është një, që do të thotë atë që dua e marr me të drejtën time dhe të drejtën atë që unë kërkoj. Në çështjet të tjera që kanë bënë anën ekonomike, edhe pse me pak vështirësi tani në këto ditë që keni pasur, po ditë e sotme nga sot e në vazhdim fillojnë gjërat të rregullohen dhe të jenë sa më të buta, sa më të qarta, sa më të mira për sa i përket dashurisë dhe mundësive që juve keni. Në anën ekonomike, edhe pse një problem i vogël që keni pasur dikur, duket se tani është momenti për ta zgjidhur. Do vijojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë toke që do thotë bricjapi. Për bricjapët do duket se bricjapët tani e tutje kanë një ndikim shumë të mirë dhe tepër pozitiv. Momenti, koha, realiteti që është tani e tutje, jeni më së real në fushën ekonomike, në fushën e biznesit, në fushën e ligjeve dhe gjërave të mëdha. Keni arritur në një pikë që deri pardje ishte mjegull i dëndur dhe tani është jo vetëm kristal, por më tepër se kristal, që shikohet fije flokët në dritë hanës. Kjo do të thotë mundësi, kjo do të thotë rëndësi, kjo do të thotë vërtetësi dhe juve të shenjës së bricjapit e keni. Por juve që merrini në lidhje me provime, juve që merrini në lidhje me jeni jashtë, prisni një lajm shumë pozitiv që do ta merrni, edhe pse mund të jetë kemi vështërsi në disa gjëra, por kjo nuk ju pengon që juve të ecni përpara dhe do arrini majat në këtë drejtim që keni. Sepse bricjapët dinë shumë mirë çfarë duan, por të tjerët nuk bien dakord me disa gjëra ose ngulin këmbë nganjëherë kur nuk duhet dhe bien domethënë që nuk bien dakord me disa bisedime që mund bëjnë me kolegun, me personin, me tjetër, dhe mund të prishin disa ekuilibra. Nuk ju duhet bricjap të dashur se çfarë mendon tjetri. Juve mendojeni me shpirtin tuaj, jo ta shfaqni, se nëse shfaqni tjetrit nuk mos i rri mirë, edhe mund të debatoj për gjëra që nuk ja vlejnë. Prandaj keni kujdes në këtë aspekt. Në çështje që lidhet me anën shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dashje dhe diçka të parë, peshorët dhe diçka të tretë, është diçka shumë pozitive. Madje është momenti që juve të stabilizoni jetën tuaj, kudo që të jeni, në udhëtime, në bisedime, në çështje të rëndësishme, që mund të kenë në evente të ndryshme, po është momenti dhe mundësia më e mirë e mundshme për ta stabilizuar. Do vijojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë ajri, ku do thotë një shenjë që vërtet është ndikim dhe favorizim udhëzim, që do thotë ujori. Por ujorët, meqense sot kanë disa plane të tyre, janë plane afatgjat, janë plane shumë pozitive, do kenë disa debate, qoftë në fushën e punës, ose në koleg, ose në dashuri, në familje, bashkëshortin, bashkëshorte, që do thot me binjak, por kjo do thot që është për të mirën e familjes. Juve jeni ndikimi më i madh, juve jeni dielli, juve jeni hëna, juve jeni gjithçka, sepse keni mundësinë, keni gjëra që doni t'i rregulloni një orë më përpara. Sado që të tretët mund të flasin kundra jush apo paskrave, mbeten paskrave. Dhe është një anë e mirë sepse juve ju flasin, po informacion ata nuk marrin dot, sepse jeni shumë të mbyllur në këtë drejtim dhe mirë bëni, mos u ekspozoni se nuk është në të mirën tuaj. Çështje shpirtërore lidhje që kanë bëjnë me shigjetarë dhe binjak duket të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshqeve. Peshqit dashur duket se
pikërisht dita e sotme, për juve të kësaj shenje, keni të bëni me punën, me karrierën. Shikojeni pak, dilni pak nga horizonti, shikojeni pak ndryshe tani, sepse në horizont duken shumë gjëra të mira dhe pozitive. Nuk është çfarë neve shikojmë është flori, ose ne shikojmë që është e vërtet, po vërtetësia është ajo që është e prekshme. Po sot është mundësia, sepse përballë jush është Virgjeresha, ku është hëna në këtë shenjë, është mirë që juve të rishikoni disa çështje problematike që keni pasur dikur dhe mund t'i zgjidhni pikërisht tani. Dhe është momenti më i mirë, mund që përzgjidhur gjithçka juve kërkoni. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me gaforet e 10 vjeçit të parë, britsjap të 10 vjeçit të tretë që është perfektja në këtë aspekt. Përsa përket një përgjithshme në lidhje me çështjet e shtunës dhe të dielës, të gjitha gjërat janë shumë pozitive, mund bëni takime, bisedime nga të gjitha gjërat. Prandaj, shikoni, rishikoni, sepse ditë e sotme, e nesër dhe pas nesër deri në fundjavë, se javën që vjen do kemi lajme bombastike, prandaj bini pas. Këto ishin pak a shumë përsa përket pikërisht kësaj dite të premte të datës 14 nëntor të 2025-s, ne rishikomi ditën hënë me parashikime bombastike. Na ndiqni. Ju rropulla, të mirat.